jo, s'ka jetuar aty. Leka ka origjinën nga ky fshati i Matit, por Leka ka shkuar e ka jetuar pastaj ka pasur një kështjell në zonën e Mirditës, në Fan, dhe është kështjella e Lek Dugagjinit aty, por ka pasur disa kështjella, ka jetuar në disa vende të ndryshme. Nuk e dim se ku ka lindur, por meqense e ka Lek Dugagjini, domethënë të gjithë thonë që ka lindur në Dugagjinin e Matit. Pastaj emrin Dugagjin që e ka marrë Dugagjini i Madh, e ka marrë për shkak se ky aplikoi kanunin e Lekës së Madh të Aleksandrit Madh dhe duke aplikuar këtë kanun ja vendosen emrin kanuni Lek Dugagjinit. Edhe ka lidhje kanuni Lek Dugagjinit me kanunin e Aleksandrit Madh të Maqedonisë? Po, kanunin e Lek Dugagjinit që e quajmë ne kanunin Lek Dugagjin, në fakt nuk e ka bërë Lek Dugagjini. Lek Dugagjini vetëm e ka aplikuar si princ i zonës, është kanuni i Aleksandrit Madh, i cili ka dhe një lidhje me ligjin e Hammurabit, është gati i njëjtë. Edhe me kanonet romake. Po. Pastaj studimet ku keni lindur, ku i keni bërë studimet? Unë kam lindur në Klos të Matit. Po. Aty ku ka ble gjyshi pronat, mase iku Turqia, gjyshi ra në Matë dhe mori disa prona të një mik i tij, rreth 11 hektar prona. Dhe aty u vendosëm në një tip kulle të madhe, francezët i thonë chateau, që qenë një kullë 3 katëshe shumë e bukur, dhe aty më kanë lindur prindët e mi, dhe unë kam lindur aty, por kuptohet, kam lindur në kohën e komunizmit, kur prona që marrë, që shpërndar, pa të marrë fund gjithçka,